Ky identikit do të kishte vlerë nëse politika që e mbështet do të kishte dalë nga komplekset që janë kthyer tashmë në një situatë kompleksesh kronike. Ka një lloj fobie për njerëz të caktuar që i mbajnë larg, nuk i afrojnë. Dhe kjo është situatë që e ka bashkëshoqëruar opozitën. Kjo është arsyeja pse nuk ka një precipitim për një figurë në kohën e dur. Prandaj zgjedhjet janë gjithmonë në momentit fundit, kur gara psikologjike ka përfunduar. Megjithatë, në identitetin që unë mendoj që duhet të ketë një kandidat për Tiranën, patjetër spari duhet të ishte njëri i formuar. Pra të ishte në një farë mënyrë jo i formuar në shkollën e politikës, por të ishte një qytetar, profesionist, mbrapa tij të kishte një CV të pasur, patjetër të ishte një njeri që gëzon një akses në publik, se nuk mund të vish rastësisht edhe pse ke politikën mbrapa, por duhet të kesh qenë në një periudhë, në një komunikim, në funksion të një detyre të caktuar, pra të kesh një emër publik. Nuk mund të futesh në garën e Tiranës pa që një emër i dëgjuar, një emër publik, me cilën ti mund të ngresh pastaj atë shkallën e konkurimit politik për Tiranën. E di që politika kur mbetet keq për Tiranën gjithmonë e kthen vështrimin tek një njeri që vjen nga autoktonia e Tiranës. Edhe më duket sikur është një përzgjedhje apo zgjidhje prej hallit. Pra në subkonsciencë, secili e din që një figurë që do të konkuronte për Tiranën, do të kishte një element plus të vinte nga pjesa autoktone. Jo se pjesa autoktone ka diçka më shumë se pjesa tjetër që ka ardhur në Tiranë, sepse Tirana është qytet heterogen, kozmopolit, ku ka shumë njerëz, edhe midis atyre që kanë ardhur pavarësisht kohës kur kanë ardhur njerëz të nderuar, njerëz që kanë simpati në rrjetet shoqërore të Tiranës, por duket sikur është elementi i traditës që i jep një valencë më të madhe një njeriu që vjen nga autoktonia, por domosdoshmërisht gëzon edhe elemente të tjerë që i lidhen me politikën. Por unë këtë nuk e shoh mbas momentit zgjedhor. Pra, nga zgjedhjet në zgjedhje, kur gjithçka është formsuar, shohim që ka një indiferencë, gati një braktisje të kësaj pjese të popullsisë Tiranës. Dhe unë këtë e di mirë dhe ka një braktisje në interesat e tyre jetësore, që janë interesat për zgjidhjen e çështjes pronës, interesi për të përfaqësuar politikisht, interesi për të qenë diku në administratë, interesi për të qenë një njeri që tek e fundit nuk të vendosen pengesa artificiale. Unë shoh që ky përfaqësim nuk është. Shoh që numri i atyre që quhen autokton dhe janë administratën publike mund të jetë një numër fare i papërfillshëm. Pra, politika ka hall kur e kërkon njeriu nga autoktonia. Megjithatë, në garën që pritet të zhvillohet, unë kurrësesi, duke i parashtruar këto gjëra, kurrësesi nuk do ta lidhja domosdoshmërisht me një përfaqësues të autoktonisë.
atëherë politikisht, gjithmonë politika luan në fushë të gjerë. Pra nuk është si çështja e trajtimit juridik, që punon në element, në detaje. Politika është pa kufi, pa barriera. Në shumë raste është pa moral. Dhe nga ky këndvështrimi, me sa duket, çështja Veliaj për zotin Rama po kthehesh në një problem të fortë politik. Dhe këtu në këtë lloj binomi politik drejtësi, ai ka dorë politikën. Drejtësinë ka dorë tjerët, sepse është pushtet në vete. Ai ka menduar që ta zgjidh politikisht të mos jetë një fokus apo një vatër infeksioni, duke përmendur të gjithë. Pra, ai justifikon edhe me faktin që Tirana është një qytet që duhet të administrohet. Por fakti që ai pa të futur dhe ende janë njerëz që janë komanduar, kjo është arsyeja që ne kemi probleme të mëdha, se ne lidhim gjithmonë me individin. Jo. Sa herë kam thonë që shiko, institucioni, pse bota demokratike është e fortë, se ka institucione. Pra, për 1000 motive, mund të jetë i smor, mund të ketë një problem të kësaj natyre. Duhet të jetë institucione që funksionon, por në rast se ne kemi ndërtuar institucione dipendente nga një individ, ja, ku është situata. Por mendoj që është një dominant i vendimarrjes politike. Pra, ai e ka parë si një problem dhe si një problem që i krijon patjetër riperkusione në imazhin politik, sepse Tirana është 1 milion banor. Shiko, kur them që ai ka pasur një dominant politik, unë i përfshit gjitha këtu. Përfshit gjitha. Sepse duket qartë që nuk ka pas një kimi midis tyre periudhën e fundit. Kam parë edhe komunikimin publik, kam parë edhe komunikimet të rënda përsa i përket ofezave në publik të ish kryetarit bashkisë, nga kryeministri. Dhe duke qartë që midis tyre kishte ndodhur një frakturë. Kjo frakturë pastaj padyshim që u inflamua më shumë me arrestimin e zotit Velia dhe padyshim që kryeministri e ka parë në mënyrë shumë komplekse, sipas mendimit tim. Unë bëj analizën time, pastaj mund të jenë arsye tjera. Por besoj që ajo që dominon është pjesa e trajtimit politik dhe interesit politik të tij, të kryeministit. Leslie Waller, tek bankieri, drejton një pyetje retorike, sigurisht, dhe jep shpjegim. Thot, përse vuan njeriu në kapitalizëm? Ai natyrisht që e trajton në këndvështrimin e interesit të biznesit, por këta janë thonje që shtrihen pastaj edhe për te biznesit. E para punës thotë është nxjerrja e sekretit, pra sekret teknologjik, sekret për të ushtruarin. Dhe e dyta, që gjen përgjigje dhe ajo që kërkuat juve, është mungesa e parashikimit. Në rast se bashkëpunëtorët futen duke ditur që raporti dhe situata është e tillë, o janë out komplet dhe nuk mendojnë ditën tjetër dhe day after, ose futen me konshiencë. Dhe për këta njerëz, për këtë lloj kategorie, mua s'më bëhet vonë, nuk më vjen keq dhe absolutisht nuk kam pse jap një këshill publike për ta. Këtu historia nuk është thjesht marrëdhënia
me një individ. Këtu historia e një sistemi i cili ka sjell jo vetëm problemet sa natyrë, por ka sjell një pasiguri të madhe dhe në shoqëri. Pra kur ti je para televizionit, për më tepër në televizionet e lajmeve, ti e shikon në njësinë e kohës lajme negative këtu, atje. Pra është një shoqëri që aparencën e shikon tek infrastruktura e Tiranës, tek ndërtimet, tek krenaria për të zbukuruar dyqane, e shef tek kualiteti i makinave në rrugë, gjë që nuk e kanë kryeqytetet e tjera europiane, absolutisht. Shkon në Itali, shikon vetëm prodhim të Fiat, makina modeste, makina të cilat i kanë shërbyer atij vendi për të rritur industrinë, për të qarkulluar kapitalin dhe në fund fare jo për saltanete. Këtu shikon njerëz që me qenë se folën për identikitin e kanë jashtëzakonisht të dyshimt, kur janë timon dhe shikon në makina super luksoze. Ç'a ndodh? Ndodh problemi është që shoqëria ka probleme të mëdha. Ka probleme të mentalitetit, ka probleme që lidhen me një orientim të sakt drejt perspektivës. Nuk më orienton mu drejt perspektivës një luks i pa motivuar fare. Unë sigurisht që jam i kraut djathtë, jam konservator. Por e njoh fare mirë se si zhvillohet dhe kam jetuar në një vend të zhvilluar kapitalist. Dhe di fare mirë si strukturohet shoqëria, si strukturohet shoqëria përcakton politikën. Këtu politika përcakton shoqërinë. Sepse e kanë në dorë, voton ti, zvoton ti, rezultatin e përcaktoj unë. Pra, në raport midis politikës dhe shoqërisë, unë jam i preokupuar për shoqërinë. Një shoqëri që në rrugët qendrore, kryesore Tiranës ka shumë vanitet. Nuk ka modesti, nuk ka mirësjellje, nuk ka qenë kështu Tirana. Kjo tregon që nuk ka edukacion, nuk ka arsim, nuk ka kulturë. Ka rëndësi kush vjen për të kandiduar në emër të një partie. Po unë dëshiroj që ai kandidat që vjen për të kandiduar për Tiranën do të trajtoj tema shumë të rëndësishme. Në radhë parë për shoqërinë. E dyta, edukimi, kultura, historia e pronave, që ende është gangren këtu, historia e trashëgimisë kulturore të Tiranës. Se Tirana ka një status dyfisht. Ka statusin e vlerave kulturore autoktone dhe të gjithë multidimensionalitetin e kulturave që vinë këtu, që duhet kujtes për dyja. Kur ti mi zhduk të gjitha dhe nuk ke absolutisht asnjë aset të trashëguar, atëherë cili është dimensioni i kryetarit bashkisë për të leje ndërtimi? Për të pastruar pleret e qytetit. Ja, kemi rënë shumë poshtë në rast se ne reduktojmë ke këto dy element. Në rast se politika është e lidhur me biznesin dhe është kthyer më shumë biznes politik sesa politik biznes, atëherë kanë drejt ta çojnë aty ku kanë ndërmend ta çojnë. Në këndvështrimin tim është tjetër gjë komplet. Unë mendoj që janë paqartë. Janë paqartë sepse interesat politike të opozitës janë përmbledhur në monopolizimin e institucionit politik të opozitës që është opozita parlamentare. Dhe shikojnë
pa mundësinë e tyre për fat të keq, mund vje keq. Si vje keq për ata, që janë përfaqësues partisë politike. Por vje keq që nuk po krijon kushte reale që në këtë vend të ketë rotacion politik. Se rotacioni politik automatikisht të çon në rotacion elitash. Pra, duhet një ujë që qëndron, ju e dini që infektohet, duhet lëviz, duhet qarkulloj, duhet ketë ridimensionim të balancave institucionale, se duket sikur të gjitha institucionet i kanë dorë një njeri. Unë boll kam folur për këtë punë. Dhe e quajtë pa nevojshme që ta ritheksoj, gjërat nuk kanë ndryshuar. Gjërat më shumë janë përkeqësuar. Pra, duket sikur është një trup legionarësh, të cilët po zhvillojnë betejën e Termopileve. 300 vetë atje që mbrojnë në një situatë tepër të vështirë. Po donte, simbas me. Unë nuk jam atje. Janë ata që kanë vendimarrjen. Janë të gjitha mundësi që të ketë një çlirim psikologjik. Çfarë tham? Në rastin e kryetarit të bashkisë, të gjithë dipendent të pranisë tij. Po edhe ti kthej në rast se janë të gjithë dipendent të pranisë së këtij tjetrit këtu, atëherë nuk ka fuqi kreative. Të gjithë janë të kujdesshëm mos prishin raportin me kryetarin, sepse e dim fare mirë që një raport i prishur me kryetarin ti del jashtë parlamentit. Dhe rasti më elokuent i kësaj historie është rasti i Lulzim Bashës. Lulzim Basha ishte atje dhe natyrisht ishte gati në shifra të përafërta me Partinë Socialiste, si parti demokratike dhe si opozit, kur ishte Lulzim Basha kryetar, sot Lulzim Basha në konkurimin politik ti e ke jashtë. Është historia jo thjesht e individit, është historia e sistemit. Këta e kanë ndërtuar këtë sistem që ta kontrollojnë të dy. Që do thotë, e gjithë varësia e njerëzve që janë tek dy krahët është një varësi e natyrës serviliste. Pra, unë jam besniku yt dhe unë jam në listë. Kur ai të krijoj një dyshim sado të vogël që ti si je besniku atij, ti je jashtë listë. Po kjo është politika, sigurisht nuk është kjo politika. Prandaj, njëri është në pushtet dhe rrit në mënyrë të vazhdueshme potencialet që të jetë fituesi i radhës, ndërsa atje ndodh një proces tjetër. Proces rrudhje dhe pastaj edhe të gjithë ata që kanë qenë me ato lloj bindjesh dhe vazhdojnë të jenë me ato lloj bindjesh të djatha, shohin jo thjesht krizën e një partie, shohin krizën e një krahu të djathtë me shumë njerëz dhe me shumë bindje do thoja bindje të konsoliduar, por që nuk shohin mundësinë e një suksesi dhe kjo është shumë e rëndë. Çfarë do bësh ti që ekipi yt i futbollit, i zemrës, javë mbas jave merr humbje? Nuk do ish stadium. E dyta, nuk do ta ndjekish më. Dhe këtu pasaj pasojat janë të rënda sepse ato vetëm izolohen. Këtë lloj përgjigje më shumë se sa unë. Jo se s'mund t'ja përgjigje, po nuk do dëshiroja të futesh në këtë lloj terreni. Mund të japin njerëz që konsiderohen neutral, njerëz të medias, njerëz që kanë bindjet e tyre autonome dhe tek e fundit shohin të gjithë dinamikën e ngjarjeve, shohin trajektoren e rënjes dhe pa mundësinë për t'u ngritur.
Dhe nga kjo pikpamje, unë nuk e di kur është epilogu definitiv i kësaj historie, por shoh që trajektori është ende në rëndje. Unë nuk e lidh me faktorët nominal, me emra konkret në politikë. Unë e lidh me domosdoshmërinë e rikthimit të parametrave kushtetues të cilat u shkatërruan në vitin 2008. Në rast se unë nuk do të kisha folur në atë kohë, nuk do e kisha as të drejtën për të folur sot. Mbas 17 viteve. Kam folur shumë, i kam parlemëruar se ku do të shkoj, se kjo nuk është më çështje individi, është çështje sistemi. Dy individ ndryshuan sistemin, e futën kontrollin nëpër partitë politike, po partitë politike ndërtojnë pastaj parlamentin. Dhe parlamenti ndërtoi institucionet, dhe këtu jemi në kushtet e asaj loje që fituesi i merr të gjitha. Ky lloj sistemi të imponon që fituesi merr të gjitha dhe humbsi ikën me bisht në përshaleve. Atëherë, si njeri që ka folur, si njeri që ka qenë në krye shtetit për 5 vjet, si njeri që për një kohë gjatë ka qenë në politikë, unë them e keqja i vjen historisë nga struktura. Ka një parim të fortë në fiziologji. Struktura përsa këto funksione. Në rast se ti ke krijuar një strukturë me një funksion të prishur apo të destinuar të shkojnë në një drejtim, këtë histori do kesh. Sepse nuk ka si shpjegohet që skandale pafund të qeverisë, ai në zgjedhje radhës merr më shumë. Edhe mos e lidhni thjesht me një individ. Ky individi është përgjegjës, është bashkë përgjegjës sepse ka nënshkruar. Dhe sot e kësaj dite nuk flet për nevojën e ndryshimit të asaj që është bërë në 2008. Që të thot me konsciencë të plotë ai ka pranuar këtë lloj raporti inferior për të qenë, për të qëndruar në opozitë pa shans për të kryer në pushtet. Dhe këtë e tregon gjithë episodet, zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhjet lokale, që është diçka paradoksale, do thotë. Sepse një pushtet që ka probleme të mëdha të menaxhimit të pushtetit, të korrupsionit dhe të përballjes me drejtsinë, ti në zgjedhjet e radhës ti merr më shumë kuota. Atëherë ku është problemi këtu? E kemi ne problemi? E ka shoqëria problemi? Apo e ka sistemi? Sistemi është ndërtuar në mënyrë tillë që i ka bërë njerëzit të mos kenë dëshirën që të shkojnë, sepse e dinë që prania e tyre nuk bën kthesën. Kjo është arsye që njerëzit janë të dëshpëruar, jo për emrat, për individët. Jo, për historinë e institucioneve, sepse një vend demokratik, sikurse ndodh në të gjitha vendet demokratike, individët vinë, ikin, mbarojnë atë periudhën e tyre të kontributit, por institucionet që ndrojnë aty.